I është dhënë lamtumira e fundit kampionit mundjes dhe njëherëzi biznesmenit Muhamet Malo. Omazhet për ndjerjen u mbajtën në hollin e Radio Tiranës, ku patin pjesëmarrje të gjerë, midis tyre personalitete nga jeta e vendit, të cilët njëherëzi vlerësuan kontributin e Muhamet Malos në botën e sportit, në biznes, por natyrisht ata vlerësuan edhe dimensionin human. Nuk besoj që ka njëri në Tiranë që është marrë me jetë publike ose me sport dhe me angazhime të tjera dhe nuk ka njohur Muhamet Malo. Ndoshta një nga njerëzit më bujar të këtij qyteti, i cili patjetër ishte suksesshëm në biznes, po thuaj se ktheu gjithçka të vetën në investime në komunitet, kryesisht për sportin. Sot është shumë e vështirë. Gjen njerëz që kontribuojnë për gjëra komplet pavlefshme, po një njerëz që rinin e kaloi në sport dhe pastaj gjithë suksesin e biznesit ja ktheu prapë sportit, rrallë se vjen. Qyteti humbi një sportist mirë, po mbi të gjitha një njerëz të mirë dhe qytetar të mirë. I uroj familjes shumë kuraje dhe forcë në këto momente të vështira, po besoj që ka bërë aq vepra të mira Muhamet Malo sa si infrastrukturë, duhet filluar nga Dajti Express apo si kontributet në ndryshimin e jetës së njerëzve, sidomos atyre që janë marrë me sport, besoj që kujtimi i tij do ngelet gjatë në memorien e qytetit tonë. Një njeri human i dashur me shokët, me miqtë e vet, me të gjithë sportistët, çdo lloj sporti, jo vetëm sportin e mundjes, pavarësisht mundjen ai e kam majt edhe e kam mbledh, i çik na kam mbledh si shok, si shoqat, si sportista. Koha është ajo që mund të shnosh gjërat, por si mbeti është e pamujtur për të pas një kontribues në të ardhmen. Ishte njëri thjesht, njëri dashamirës, njëri i urtë në tavolinë. Domethënë kur rishe me Mehmetin e ndjeshe veten plot, sepse edhe nuk bezdisje, të shifte me ata sytë amel kështu bukur, të lejo të flitë që dhe budallaleqe, nuk ta merte për të keq, kupton? Rishet e Mehmeti sikur edhe rfehesh, sikur edhe hapesh, sikur. Domethënë ishte kënaqësi e madhe me ndaj afërti. Ka qenë një person i cili çdo sportist ose çdo person që është në fushën e sportit ose në fushën e artit, i mbajti gjithmonë afër vetes, i ndihmonte me shpirtin e tij të madh që kishte. Ishte një person që ka për të na munguar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ai për Shqipërinë mund të them që është ose ka qenë ose ne iku profeti i sportit në Shqipëri.